Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Ndonë se legislatura e kaluar, kjo që sapo përfundoi, ishte e shkurt, pra. Megjithatë, në Kuvend Kosovës ka pasur deputet, veçanërisht të opozitës, të cilët kanë spikat dhe kanë lënë zgjurmë. Njëri prej tyre, sipas mendimit tim, po edhe në tënësi të përgjithshëm kështu, është zoti Përparim Gruda, jurist, i rinë mosh dhe që konsiderohet si shtylla e Partisë Demokratike të Kosovës, veçanërisht në rrafshin juridik dhe kushtetues. Përparimin e kemi sonte në studio bashkë me Visarin, me të do të flasim për sundimin e ligjit. Sundimin e ligjit normal, siç do të duhet ishte, dhe sundimin e ligjit sipas vetëvendosjes. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma bebi, faleminderit për ftesën. Ç'është sundimi i ligjit për ty? Sundimi i ligjit është vendosja e depersonalizimi i pushtetit. Ajo që u thonë revolucionin francez, që kur pushteti depersonalizohet, në kupton që krijohen disa mekanizma që ecin vetë, pavarësisht kush është personi në pushtet. Pra, buj me thonë se dëna me thonë me dy fjalë, është depersonalizimi i pushtetit, që zbatimi i ligjit nuk varet nga kush është në pushtet, nga cilësitë e personit që është në pushtet, po varet nga mekanizmi që ndërtojmë, dhe ai mekanizëm është mësandej vetë rregullues. Sulmi më i madh që i vjen sundimit ligjit sot në demokracitë perëndimore nuk është rreziku prej armëve ose prej luftës, se perëndimi ka arritur megjithatë me ndërtu një mbrojtje që e përballon po zonë Rusinë, e përballon Kinën ose forcat tjera, është populizmi. Populizmi e gërryn përmbrana sundimin e ligjit sepse e ka një karakteristikë. Vjen pushtet edhe ushqen logjikën antiligjore përmes demokracisë. Duke i thonë njerëzve që kjo është demokracia e vërtetë. Në krejt studimet në perëndim, sot konsiderohet armiku kryesor i sundimit ligjit populizmi. Sepse e bën atë në emër të demokracisë. Nuk është rreziku kryesor i demokracive perëndimore Rusia, kërcënimi ushtarak, se mundet më përballu, ose të paktën deri në luftën në Ukrainë, po Ukraina është një rast specifik sepse nuk mund të konsiderohet Ukraina si pjesë e perëndimit në kuptimin e fjalës mekanizmave perëndimor. Nuk është në BE e kështu me radhë, kështu që kjo është konsiderohet kërcënimi kryesor. Tash na jemi në qeverisjen e një qeverie që është populiste. Këtu desha dalë. Edhe nëse më lejon. Si është situata të ne këtu, nën qeverisjen e Albin Kurtit dhe në një farforme rezistencën e sistemit për t'ju nënshtruar zotit Kurti. Unë çka kam parë se ish pas ndërtu një shtet, sado që është përpjek zoti Kurti, nuk ka mund ende me renu edhe me ndërtu si mas modelit të tij që e ka në kokë. Po, ki drejt, që kjo është në fakt fjalia që thamë dhone shpesh që megjithatë këtu një shtet ish pas ndërtu. Se po qëndrojnë institucionet, hala me thonë kështu. Nuk po du me teoretizu, po isha këtyvis me thonë edhe një diçka, nështë teorike në kontekst kësaj. Në studime për populizmin thuhet që populizmi është si termeti që lëviz ndërtesat. Edhe sa më të forta që janë shtyllat e ndërtesave, mund me përballu ma shumë termet. Nëse nuk janë të forta, ato binë. Populizmi është ashtu, është një tundje e shoqënisë edhe testim i krejt shtyllave institucioneve të pavarura. Nëse institucionet janë qëndrueshme që janë ekonomia e tregut, mediat, akademia, universiteti, individ pavarur, intelektual të kështu me radhë, qëndrojnë më shumë, rezistojnë më shumë kësaj. Te ne jemi një shoqëni e re që na mujt ato shtylla me ndërtu, edhe këtu për këto 6 vjet populizëm shumë prej vlerave në rrafshu. Nuk i kanë mbijetu këtij termetit populizmit, por
Shumë prej tyre ende rezistojnë. Unë kam frikë që nëse na, si shoqëni, i dhojmë edhe një mandat Albin Kurtit, fiksohem që asnjë prej këtyre shtyllave nuk do të mbijetaj. Sepse po e shihni, do të lasim besoj, si kapjen e prokurorisë, synohet, e AKI-s, e institucionet tjera të pavarura, universitetit, është për turp për shembull që rektori i Universitetit të Prishtinës jep mirënjohje Albin Kurtit që në pushtet. Edhe po ta meritonte mirënjohjen Albin Kurti, ai rektori për dinjitetin e institucionit që drejton, i dosh me lënë kur të kryej mandatin. Zonë që Albin Kurti ka shpik raketën i pari, do të me lënë që për çat raketën, po do me ironi, me ja dhon mirënjohjen mas të kryej mandatin, sepse kjo vërtet s'ka kuptim. Kështu që friksohem që jemi bindur që nëse ne nuk e rrëcojmë prej pushtetit kësaj here dhe ky është një alarm për shoqërinë, sistemi që kemi ndërtu, i keq e i mirë, çaj sistem që është, nuk do të mbijetoj në fund të një mandatit të ri kësaj qeveri. Ju e patë shpalljen, apo rishpalljen, e konkursit për kryeprokuror të shtetit. Unë jam marrë me këtë çështje, kam raportuar në mënyrë të vazhdueshme. U shpall një konkurs pa u anulu konkursi paraprak. Proceduralisht, zgjedhja e kryeprokurorit Blermi Sufaj ka shku për dekretim. Ish presidenti Osmani ka refuzu. Proceduralisht, Këshilli Prokurorial ka dërguar edhe një herë dhe zonja Osmani nuk ka pas të drejtë më ta kthej mrapa, po vetëm ta dekretoj. Po për shkak të qëndrimit politik dhe sulmit të hapur në Kuvend Kosovës të zotit Kurti kundër kryeprokurorit i Sufaj, ne metëm pa kryeprokuror. Dhe tani me që e kanë kap Këshillin Prokurorial, duke vendosur një kryesues i cili ka krejt familjen me vetëvendosjen, pra është i përzgjedhur dhe pas letrës që i dërgon Albulena Aziu, ushtrusja detyrës së kryeprokurorit i dërgon Këshillit Prokurorial, ata e shpallin konkursin. Dhe tani, që kjo që është ndodh në rastin e prokurorisë, mu më duket që është më e rëndë se sa në rastin e tentativës për ta zgjedhur presidentin në mënyrë jo kushtetuese. Është e njëjta formë, ndonse këtu procedurat duket që nuk janë të abuzuar shumë, sikur se ndodhin në Kuvend, por megjithatë rreziku që i ka nosit shoqërisë tonë, demokracisë, shtyllave të shtetit, është më i madh se sa në rastin e presidentit. Ju si jurist, si njeri që merrni me ligje, si pjesë e ekipit që keni dërguar shumë ligje në gjykatë kushtetuese të cilat janë shpall antikushtetuese, a jeni të e ndjek këtë proces dhe si ju duket? Po, është shumë e qartë, kjo është në fakt sheja e parë e dukshme që e kapjes së institucioneve. Kështu, si me thonë, ma e vrashta. Sepse mendoj janë dy aspekte që do të me diskutu. Mund të ketë pas visar për shembull në qeveritë e kaluara tendenca me kap institucione caktuara. Po ato janë kamufluar përmes një procesi që paktën në sytë e publikut nuk u do kështu. Tash jemi në një fazë të re ku as nuk fshihen më. Për shembull bin borde, emërojnë borde partijake, se kanë ngale, domosdoshmë nuk fshihen fare. Kjo me kryeprokurorin është skandaloze. Nuk ka rast tjetër prej ramës të komunizmit, po ju siguroj dhe po e them para kamerës, që një trup që menaxhon prokurorin, që të na quajmë Këshilli Prokurorial, hap konkurs me zgjedh të parin e prokurorisë, shefin e prokurorisë, sipas një letre të krejut të shtetit, që në rastin tonë është sot Albulena Aqiu. Nuk ka rast. Që është nënkryetare e vetëvendosjes, e partisë në pushtet. Që është, po pra, për ma tepër që është nënkryetare, se t'ishte president e fuqi plot, paktën si shkon parti formalisht. Kjo është në parti formalisht, është në listë sikuron për deputet në listën e VP-s. Dhe i çon letër i thot hape konkursin se na duhet me pru, pse se me dekretu kjo sa është në detyrë. Kjo nuk ka ndodhur në asnjë vend prej ramës të komunizmit. Ju garantoj, nuk ka rast tjetër, nuk bëhet kaq në mënyrë flagrante. Kështu që jemi në një fazë shumë të rrezikshme ku tendenca me kap institucione nuk fshihet hiç. Nuk kanë më, domethënë s'ka më turp, se është një var kujdesi minimal për synin e publikut, tu s'ka më as atë kujdes minimal nuk e kanë. Kështu që është një tendencë që na tregon që çka kërkonte Albin Kurti me presidentin ishte jo president që i shërben Kosovës, po president përmes cilin e përdor si mekanizëm me i kap institucione tjera. Me kap drejtësinë, me kap një institucion tjetër, një tjetër. I certifikon kapjen e shtetit. Absolutisht, që është pra, certifikues është mekanizëm me i kap institucionet. Që tu i shkon problemi me Vjosa Osmanin. Me gjatë Vjosa Osmani ka tregu pak dinitet në qëta aspekt. Një minimum diniteti.
Ka të regu. Megjithatë, ajo është shkaktari pse rasti i kryeprokurorit të shtetit po trajtohet në këtë mënyrë, sepse me urdhra të Albin Kurtit refuzoi dekretimin e Bleri Misufajt. Absolutisht në mënyrë komplet gabume, pe shpjegojmë pikpamje kushtetuese që është në Evropë, që është standardet e ne. Dekretimi i kryeprokurorit është një proces formal që presidenti, kreu i shtetit ka veç një autorizim. Me këshyrë që ajo vi deri ka orë të dekretimi, a u respektu ligji. Jo meritat, visar. Meritat i kryen organi profesional. S'ko kapacitet presidenca, nuk ka e marru me presidenca me këshyrë meritat. Dhe më thonë është sikur me i lyp presidencës me ta projektu një shkollë në një fshat. A ka arkitekt, a ka ndërtimtar në zyren e presidentes? S'ka. Pra vetëm e këshyrë që të procesin kushtetus edhe ligjor nëse mos është bo propozimi pa afat, pa kështu, s'ka pos konkurse, kështu me rodë, për i marë senet ma bazike. Kur gjë tjetër, për ndryshe konsiderohet ndërhyrje në punën e organeve drejtësisë. E ka thonë gjykata kështu, se disa vendime për emrim gjyqtarëve, që vlenë dhe për emrim prokurorëve, ka thonë shpremisht. E këshyrë vetëm aspekt, nëse këshyrë aspektin përmbajtësore, këtu përmbajtësore ka qenë, nëse lezëri vendimin e Zojës Osmanit, kjo nuk duket me integritet, duket ashtu, këtu duket profesionale. Integritetin, profesionalizmi i kryen organet e drejtësisë. S'ka qenë ajo përgjithësi. Kështu që shumë gabim që e ka bo atëherë dhe po i leni pasojë Kosovës. Para se me marr fjalën visari, edhe një çështje. Në të kaluarën dhe ligjet kur kanë qenë, si me thonë, të papërshtatshme me direktivat e Bashkimit Evropian, apo një ndërhyrje më e vogla në sistem të drejtësisë, ka reagu Bashkimi Evropian në mënyrë të vazhdueshme. Ka reagu ambasada amerikane, ka reagu ambasada e Mbretërisë së Bashkuar, shoqëria civile, vetëvendosje, e cila ka organizu protesta kundër kryeprokurorit të shtetit. Tani nuk ka një reagim, zoti Gruda. BE-ja nuk reagon, shoqëria civile ka qenë e përfshirë në këtë proces kundër Bleri Misufajt, disa, jo të gjithë, dhe partitë politike nuk janë marrë fare, me gjasë është hera e parë mas këtij procesi që dikush i politikës po flet jeni ju sot me neve, se nuk është marrë kërkush, por rreziku është shumë i madh. Po mungon ndërgjegjësimi apo ngritja e alarmit në shoqëri se çka ka më ndodhur dhe çka pritet më ndodh këtij vendi. Absolutisht, edhe kjo sipas meje ka një shpjegim. VV-ja prej ditës së parë që ka ardhur në pushtet, i sulet çdo institucioni të pavarur, çdo norme të kësaj shoqënie. Jo vetëm normave ligjore, normave demokratike që dihen, edhe e ka kriju një standard të tillë që njerëzit edhe me u dorëzu ndonjëherë ndaj kësaj tendence. Unë kam parë njerëz edhe në politikë, në tëna partitë, që kanë thonë, a se bollu bodin, ajo. Unë e kam marrë një shembull, është në zdia kështu një futboll Atletico Madridi në Spanjë, lunë shumash për futboll. Edhe unë që jam tifoz i Barcelonës, thëm, cila është Chelsea Atletico Madridit, është që ata bojnë faull për minutës të parë deri në fund të kohën. Edhe standardi për mi dhonë karton të verë dhe të kuq lojtarëve të Atletico Madridit është shumë i lartë se referi mundet mi përjashtu gjysën e ekipit. Edhe ti veç e sheh referin ka gjysa e lojës që fillon me post standard tjetër për. VV-ja tu lu me këtë shoqëni njëjtë. Ajo që unë kërkoj dhe e kam bën në parlament si deputet. Këtij pushteti, po e them edhe këtu, nuk duhet me ilshu pa asnjë centimetër. Po ilshuve pa këta se marrin për kolegialitet. Po për dobësi. Kuptim, po për dobësi. Këtij pushteti nalet veç kur si lëshon pa asnjë centimetër. Prandaj edhe për president kemi bën mirë, në atë parti mi largu pe dialogut për presidentin. Kemi thonë shkojmë mos është farsë. Kemi dalë media, kemi thonë që kjo është farsë, nuk vim më. Kemi ardhur se ka pas pritjet publikut për një proces dialogu që zeni president. Në momentin që farsë jemi të rregë dhe kemi kuptuar të partë. Këtë shoqëni duhet kët alarm me ngrit. Albin Kurti ndërton forca të tilla, ndërton standarde të cilat ai i ka për synim me lodh këtë shoqëni. Me lodh edhe prej debatit, me lodh edhe institucionet e pavarura. Për mua për shembull është shumë zgënjyese, unë kam një zgënjim të madh me prokurorin që ende ai nuk shkon me dëshmu në prokurori, megjithëse dash me shku. Gjykata ka vendosur këtu. E ka gjobit 2 herë dhe në fund nuk e ka urdhëruar sjelljen e tij me forcë. Ish dash me shku deri në fund kësaj. Nuk është prokuroria as gjykata me kallëzu që është kryeministri i keq që nuk po vjen. Është me na e kallëzojmë çato. Kur të vjen puna ato gjykata dhe prokuroria do të më kon taft me detyru, me dëshmu.
atëre çfarë që nisëm atëre s'kemi barazi para ligjit, s'kemi sundim ligj, po kemi sundim të forcës. Sa? Po që disa gjëra do më thon para se më jashtrulla një pyetje zotit Geruda. E para është që për mua një prej elementeve mbase që më shumë ti kesh përdorur. Një prej sektorëve ta qysh, që më shumë ti kesh përdorur, veçanërisht nga politikat populiste dhe aq më kesh tendencat autoritare gjë sundimi ligjit. Dhe jo vetëm në merë cili dush rast të diktatorëve, autoritarëve që kanë në pushtet, shumica e tyre dërmuese vinë në pushtet të premtuar që kanë pas sundim të ligjit barazi për gjithë. Apo jo. Se kjo është një prej sektorëve më të ndjeshëm. Nëse këshirim historinë e zhvillimeve të shoqërive perëndimore moderne, ku na aspirojmë, e drejta e parë që është njoftë popullatave, ka qenë e drejta juridike. Para atyre politike. Domethënë njerëzit kanë pas të drejtë në gjykim të drejtë të barabartë, pa anshëm, para se me pas drejt vote. Si tani, si ku të këshë. Se kjo është shumë e rëndësishme. Tash, qa bojta? Secili prej tyre që vjen me premtimin, që unë kam me vendos rand dhe ligj, këto mundet me kesh përdor. Ata që kanë tendencë autoritare, nuk po thonë që këto për ta s'duhet me fol politika. Dhe i njëjti rast po na ndodh edhe këto. Tash, tjetër gjë është ti për shembull me anë pushtet të thonë që unë kam e luftu korrupsionin duke mos leju me pas korrupsion ta zëm në qeverinë që udhëheqën. Tjetër gjë është kur ti fillon edhe thu unë kam e drejtu gjyqësorin në atë mënyrë që unë e shoh që është luftuar korrupsion. Se ti pastaj po i ndërhyn atij. Unë i vrej çfarë program edhe në debatin që keni pas mbrëmë edhe në përgjithësi për fasuesve të vendosjes që ligjin dhe gjyqësorin e paraqesin si pengesë. Absolutisht. Në programin e tyre politik. Absolutisht. Dhe tash kjo nuk është mos sundim i ligjit. Kjo është tendencë për me sundu me ligjin. Me marrë ligjin në durët e veta. Qysh sundohet ligji? Kontroll mbi institucionet ose kur nuk e ki, zbatimi i pjesëshëm i tij. Që na kemi pa këto elemente të kurti në qeverisë vazhdimisht, edhe kur ka qenë kryeminist fuqi plot, edhe kur ka qenë detyrë. Ton vitin 2025 ky ka marrë vendime që janë në shpërputhje me ligjin, që e ka miratu vetë. E tash, që kjo problemi zoti Gruda po e shohim me këtë qeveri. Megjithatë, unë mendoj që kur flasim për këtë gjë dhe për këto kryeprokurorin, domethënë fal nuk po duam më shtu më shumë sa ajo qartazi tregon që në fakt kryeministri nuk do prokuror për Kosovën, po do kryeprokuror si preferencave të veta. Qëllimet pastaj pe i dim cilat i ka. Po kur flasim për këtë gjë, unë mendoj që bëjmë gabim nëse themi që megjithatë në gjyqësor nuk ka nevojë me u reformu, nuk ka nevojë me ndërhyrje. Jo se kemi thonë ato kur. S'po thonë që thonë, po vetë po do të thonë që nuk bën se un për shoq i reagimet e njerëzve është që kur po e kritikon çka po bën kurti, ta më njëherë po e marrin sikur ju po doni domethënë me lënë çysh. Ka probleme gjyqësor. Absolutisht. Edhe probleme që duhen mu adresu. Po, pra po them, politika, nesër qeverisja e ka mënyrën të caktuar që mundet me ndiku këto. Në asnjë mënyrë nuk bën me dal përtej saj, se po dole përtej saj e bën më keq. Pra, nëse na duam që Kosova me ecë përpara dhe me u zhvilluar me pas një sistem gjyqësor që i shërben qytetarëve, jo vullnetit të partive politike. Te vetëvendosja kemi pa që gjyqësori kërkohet me i shërby vullnetit të partisë politike. Qoftë edhe ai fisnik ka njëherë, është e gabuar për menimin tim. Qoftë edhe kur bë mirë. Në që drejtim, domethënë, ju tash si profesionist, po ashtu për fasuesin e partive politike. Qysh e sheni jo, domethënë, gjyqësorin në Kosovë, çka e shkëndesh më bën në këtë drejtim, në mënyrë që ai me funksionu mirë ose më mirë. Po. Visar, nuk është ndaj farë shkencë e madhe me përmirësu drejtësinë, besoj. Na kemi bërë 15 pika të programit për drejtësi, edhe që po t'i them këtu dhe mendoj që është lehtë për. Çka është sot problemi kryesor? Është vanesa në gjykimin e landëve. Është problemi i pari, me identitetin. Ç'është zgjidhet ajo? Kosova i ka rreth 400 gjyqtar. Propozimi jonë i thjeshtë. E rrisim numrin e gjyqtarëve. E rrisim, i bëjmë 600. I bëjmë çdo gjyqtari ka 2 këshilltar. Kur gjë s'kushton. Shumë pak. Bashkëpunëtor profesional. Bashkëpunëtor. Unë jam i qyt këshilltar të gjyqtarëve që më rrit edhe aty në statusin edhe ata më pas një rrok mirë me ko jurista të mirë. Edhe ti zgjidh land. Më kanë thonë plot njerëz, po kur ti zgjidh land masanej ata ti jesin sistem. Jo si jesin, sepse ti kur ki pensionime, gjyqtarëve masanej nuk i zaventson. Thjesht nuk i zaventson. Veçë për cilë numrin e landëve, s'ki nevojë, pensionohet një nuk e zaventson me tjetrin e bjen numrin prap. Ku du të me pru? Se është mesatarja evropiane 27 gjyqtar për 100.000 banorë, më kanë thonë plot njerëz i bjen mbi mesatarën evropiane. Po evropianë si kanë 80 milion të prit. Ti krym në 80 milion. Dhe kjo mund të ketë një kosto.
Po a dini ju 100 milionat janë që ato lanë pas zgjidhuna. Janë lanë civile plot miliona, çdo qytet Kosovës, siç shkojsh visare shen një objekt gërmodh, edhe vetë dikom pse thotë është gjykat. Ai ka një objekt atharis që gjeneron miliona euro. Po çaj gjyqtari që ti ja jap rrogën 3000 euro në muaj, me ta zgjidh atë lanë po e nxjerr me toksat që atij objektit që aty e nxjerr rrogën aty. Kështu që drejtësia është edhe ekonomi. Se ne kemi pas fokusin në programin e drejtësisë, e kemi pas te ekonomia, kemi thonë duhet me vënu drejtësinë në funksion të ekonomisë. E para, e dyta, numrin e gjyqtarëve për arrit. Thjesht e rrit, ki jurist shatues drejt, s'ka kur fa shkencës është e rrit numrin e gjyqtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesional. Jo gjyqtari me shkruaj çdo ditë në vendim, por ka 2 bashkëpunëtorë që hulumtojnë e bojnë rast. E dyta, 50% e kohës në gjykatat tona e keni pas shëmti, harxhohet tu diktu proces verbalin gjyqtari. Thuaj po thot ky, po thot me inteligjencë artificiale po ato. Sot bon me inteligjencë, edhe ti vazhdon flet ajo gjenerohet vet. Dikush e redakton në fund të kaq. I jepet polve me këshyra keni diçka me. Edhe kursehet 50% e kohës. Me bom për shembull prej momentit që hyn stacion të policisë, një person. Duhet me bom me ujqizu me audio dhe video çdo procedurë që ndodh. S'mundet me prish polici provat. Këtu i prish polici provat. E ka dikush e prish provën ai. Kur mrin te gjykata edhe çdo gjë do të mund qizu. Absolutisht çdo gjë. Edhe që kjo rregullon sistemin. E dyta, e bën qarta si kriteret e performancës. Atë që ndodh sot, e ki për shembull 20 lanë me zgjidh mujt, gjyqtari e merr rastin e kontratës kolektive për zonë. Thot e marrën vendimin për mua, ajo i njëjtë si për ty, si veç i jek dhonat, e jek përparim gruda e shkruan vetë bekajtasi. Edhe llogaritet lanë e re. Po jo. Si lanë e reja. Një, e dyta janë 1000 lanë, e treta, e katërta dhe sa ke se ngatru. Tjetra e keti për shembull kontratën kolektive. Shteti ka nënshkruar kontratën kolektive. Nuk ja qet parët, por shkojnë ata me gjykat me marrë dhe me marrë edhe interesin, edhe me rrit kostur. Qeveria e Bedriamës, se kemi program, ka me pagu krejt kontratën kolektive. Një, hjeki 1000 lanë për gjykate, 2 komunave jau lehtësojnë barën. Komunës Prizrenit në 2025 ju kanë marrë 17 milion euro, pa besueshme. Është u shkëlqy shaqirtota në Prizren. Shkonin në Prizren e ka transformu Prizrenin komplet. Me bypassin që kanë tërtu, me Shadërvanin, me ato e ka transformu, e votoj njerëzit e respektojnë. Se lonë po ja kanë marrë 17 milion euro toksat tina, jo të tyra qeverisë, me kontratën kolektive, cilën komuna s'dim pse u nënshkru se plus tash me zgjedhje. Po, se ka nënshkru qeveria qendrore e ka bërë barën komunave. Na me një vendim ja u paguajmë kontratën kolektive, i lirojmë gjyqësorin. Këto janë disa gjëra, cilat janë mega të thjeshta për me përmirësu. Nëse na jemi në qeveri, unë premtim publik, e rrisim numrin e gjyqtarëve, bashkëpunëtorëve profesional, i paguajmë parat e kontratës kolektive, e fusim digitalizimin në sistem drejtësisë, e caktojmë kriteret e strikte të performancës. Nuk mundesh me mishit ti një vendim 5 herë. Vetë do të më ndruaj në vendimit, sta llogarisë për performancë ato. E cakton kriteret qarta. Edhe i zbret lëndë edhe të garantoj që shoqënia merr frymë ndryshe. Se krejt është vetting nuk ka nevojë. A ka nevojë? Po ka mujna me bëve tingun. Unë nuk jam kundër me bëve tingun. Mundemi me bëve tingun, veç tutna që hyjnë ajesum të që shkanë me do vene tjera. E o mirë me këshyrë me kujdes që të punë. Nuk jam kundër me bëve tingun. Po kjo se përjashtën vetingun. Vazhdojete, krijojë një mekanizëm pavarur, unë jam me bo komisionin e vetingun me ekspert ndërkombëtar. Po jo se në Shqipëri që ka ndodhur. Jo si në Shqipëri, është modeli ma i deshtum se na muna e bëni komision ndërkombëtar, i bëjmë çdo që thashun, e bëjmë një komision ndërkombëtar që i merr gjyqtarët dhe i këshyr pasurinë, e këshyr integritetin, e këshyr profesionalizmin. Unë e di që ka gjyqtarë që kanë nevojë me kalu testin e profesionalizmit. Na kemi për shembull zbatimin e konventit evropian dhe Ky është problemi më i madh në fakt në gjyqtarë. Është paditunia. Po. Ajo me transparencë vetë rregullohet. Cilësia e aktgjykimeve është shumë me transparencë, me debat rregullohet ajo. Ministria e Drejtësisë për shembull duhet më angazhu disa institute tuja me dhon parë, me transparencë, mi përcjell vendimet gjyqësore. E më thotë gjyqtar çka ky paragraf kështu i pa kuptim. Çka ky edhe hap debat në shoqëni. I çon monitorues. E inkurajon me këshyr vendimet. Nëse ministri e drejtësisë e merr një vendim e thotë më falni që ky s'e kuptoj, unë jam shoh media thotë unë s'po ndryj veç këshyr në çet vendim, këshyr në çato. Nuk ka lidhje me hap debat mbi ato se po kish kuptohet kanë erë pavarësia. Nuk ka pavarësia mundësi me abuzu. Është me vepru ti i pandikum, po vendimet më nënshtru debatet. Kështu që mendoj që janë gjëra që mund të rregullohen. Se gjëra shumë do të them. Ishim kthy në politikë, në fushat. Si është PDK-ja në këtë procesin e ri zgjedhor, të tretin brenda një viti e gjysmë. Do të thonë, çysh është terreni, komunikimin me njerëz. A keni arrit
me gjetë, si me thonat, qelsin e komunikimit me qytetarët e cilët në fund votojnë edhe dikush fiton ose humbë. Këto një vjet e gjysë, po edhe shumë a gjatë, po veçanërisht këtë një vjet e gjysë, unë po e shoh se këtu nuk po fiton gjua argumentit, po gjua e urrejtjes. Kush po e ka më të fort gjuhën e urrejtjes, cili po është më i flisht pigoje, që thojmë na. E tani në këtë përballje me gjuhën e urrejtjes, kjo nuk do të thotë që partitë politike duhet me përdor tjerat njëjtën gjuhë, por argumenti është i mjaftueshëm për me shku atje ku duhet, të qytetarët për me kuptu ata se gjua e urrejtjes sjell dhunë, dhuna sjell gjak, dhe në fund nuk përfitojnë kur gjë. Si është komunikimi me... Na në dy polze dhe VB kemi pas, në publik ka pas një konsenzus që kandidati më i duhur me nxjerrë Kosovën prej kësaj gjendje është Bedri Hamza, edhe programi jo në konsideru programi më i mirë. Do ka pas një farë konsenzusi, besoj në shoqëni, pak njerëz e kanë kritiku, ka qenë një program që kanë punu shumë ekspertë, kemi updateu zgjedhje mas zgjedhje dhe është prodhuar një dokument shumë i mirë që nesër mund të kthehet në program të qeverisë, vetëm janë rru logon me hek PDK, është programi kompletuar mendoj unë. Tash kjo nuk na ka sjell rezultatin që kemi dashur, megjithatë na i kemi rujt votat tona, po s'janë të mjaftueshme, jemi rreth 200.000 vota. Targeti jonë është që ta kalojmë 200.000 votë kësaj here. Çka kemi ndru kësaj here? E para kemi provu me i komuniku krejt njerëzit, me i kontaktu krejt njerëzit që kanë qenë PDK prej themelimit në për çdo komunë. E dyta më thonë që para se me dalë në teren, na kemi pas një pritje tjetër, kemi menduar që njerëzit në lodh pezë dhe kështu, për neve është inkurajuese që njerëzit e kanë vlerësuar konsistencën e PDK-s karshi vëvës. Se po duhet me thonë, po na jemi partia e vetme politike në skenën politike të Kosovës, që as një ditë, as si kemi besu, as kemi punu me vëvën. Që kemi në është e rëndësishme me u theksu, që ka dallon PDK. As si kemi besu, s'kemi thonë kur që vëvëja bën në atë pikë këtë pikë, as kemi punu. As kemi shantazhu moralisht. E keni po i ka pru amendamentet kushtetuese tash me miratu natën, na kemi thonë jo. E ka pru në procedurë për shpejtu me ligjin për konfiskim pasurisë, kemi thonë jo. I kemi thonë kuvendun e shantazh moral. Nuk më shpo. Mendoj që PDK ka bë mirë që standardin moral, moralizimin që ka dashur me kriju VV-ja, standardin politik, nuk ju kanë nënshtruar. Dhe tash çka na mbetet, nëse programi jonë është më i mirë i vlerësuar dhe kandidati jonë është i duhur me nxjerr Kosovën prej problemeve ekonomike që ka, se jo po na jemi vendi më i varfër në Evropë pas Moldavisë, neve na duhet sot me tregu më shumë konsistencë. Çka do të shtojmë kësaj fushate është do të jemi pak më agresiv në komunikimin ton publik. Prej kandidatit për kryeministër në argumentim e tutje. Do ta përballim VV-n me secilën çështje. Do ta përballim me secilën çështje, edhe me ne që kjo do të krijojë një energji të re mbrana PDK-s, e na do të prodhojmë një rezultat që kalon 200.000-shin diaspor kësaj here, ne kemi pas punën më të mirë besoj në viteve të fundit që kemi bërë me regjistrimet. Na kemi një vot të madh në diaspor që shkon prej 30.000 deri në 40.000. Problemi është se po arrim me i marrë me çu den kutit vota. Na kemi, të tjerët po i marrin, domethënë? Të tjerët po i marrin. Na kemi për shembull struktura zyrtare që mund të tallon listën, na kemi rreth 10.000 në diasporë. Struktura zyrtare që dim, kryetar dege, nën kryetar dege, antar dege, e dim. Po ajo problemi jo i regjistrimit, jo i neglizhencës, e kështu me radhë votojmë. Kësaj here shpresojmë që ta nxjerrin të paktën 50% të qasaj mase votuese që i bën rreth 20.000 vota të diasporës, që unë mendoj që do ta ndronin rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Po tash unë mendoj që është e vërtetë që në këtë radhë kemi një situatë për mendimin tim ka gjama ndryshe elektorale. Jo në kuptimin sa do të del rezultati sa ata nuk mund jasme parashikues me ditë, po të sjelljes së partive politike. Tash më jemi të folë me përparimin nga PDK-ja, po flas për PDK. Unë kam pasur që këtë radhë PDK-ja është paraqitet ndryshe në fushat. Don PDK-ja ka qenë kryesisht edhe për shkak të karakterit të Bedri Hamzës, mendoj unë, ka qenë një parti e cila ka insistuar me mos me polarizu, me fol për program, me bë fushat që realisht ish dosh më kon fushat, apo pajton plotësisht. Po te na kjo nuk po është e mundur, do të është mund se s'ka interesim nga partia më e madhe, edhe pastaj ajo po ndikon edhe pritjet e qytetarëve. Se edhe qytetarët pastaj po presin diçka tjetër. Në këtë drejtim ne kam pasur që këtë radhë PDK-ja e ka pak më ndryshe, është më e vendosur në kritikë, ma e vendosën në qëndrime, se përmendi edhe zoti Gruda, dhe më thonë në kuvend kështu me radhë, ka kritik të qartë ka shi pushtetit, edhe të regon që ka zbën. Jo vetëm që ka këta menojnë që duhet mu bo, për që ka zbën realisht në këtë konstelacion politik. Ta shumë e kom po për shambull që Kurti, kur ra
kur u shpërbë kuvendi për shkak presidentës, e filloi fushatën e vet të thonë që këta kanë faj. E tash, unë e pash që fillim partitë politike, fillun me e kuptu këto me thonë një nas kemi faj. Kur në fakt është fitore opozitës, sepse nuk e lanë kontrollin e plot për mbi pushtetin, kjo fitore. Lanë Po abuzim. shkojmë zgjedhje, po njerëz mund me thonë pse po shkojmë në zgjedhje. Po shkojmë zgjedhje se nuk e lanë Albin Kurti me kap keq shtetin. Po Ka dojmë shmund me me bo, shtetin. ka shmund me bo. Kur ti kam votat në bëj qeveri, po kur si kam në veçanalit keqen. Se s'ki tjetër çfarë bo. Që shpresoj që kjo ka më reflektu edhe në rezultat. Unë nuk po them që qytetarët e Kosovës kanë me vendos me pru, vendosin 10%. Unë po them që qytetarët e Kosovës duhet me qenë të vetëdijshëm që sjellja politike e Kurtit nuk është për me bo institucione dhe stabilitet institucional në Kosovë. Përveç nëse i merr krejt në kontroll. Kështu që në këtë drejtim, kur e ki qita parasysh, dhe në anën tjetër më thu që po du institucione stabile, atër duhet me ndru raportin mes forcave. Ose po të pëlqen që kjo dhe vazhdo, në regull jemi. Në që drejtim tash, që amboni për shtypje që e thatë ju se unë se kam që në shtypje, po unë si jam teran. Që ka entuziazm të votuese. Edhe për mu ka qenë habi, me kohën sinqert. Unë ka qenë habi se unë s'kom prit. Unë kom thonë që njerëz që në leo dhe kështu. Unë kom dalë deri në tash një 15 komuna, edhe kemi po ka 5-16 orë fushat, e kom po një atmosferë komplet tjetër. Njerëzit janë të interesuar shumë me fol për çdo standardin e jetesës, për cikël pafund zgjedhjeve. Visar është një pjesë e shoqënisë që besëm është e gërditur për politikës, që na nuk e dim. Do të thonë, ka njerëz që janë të gërditur mbi politikë, kanë profesione të veta ato që s'doin më marr me këtu. Po unë kisha dashur me bine se ma lëm veç një minutë më kthy te çështja e presidentit që tha Visari. Unë mendoj Visar që na kemi bën një gabim si parti opozitare, por na shta edhe si shoqëni që për presidentin kemi pranuar një deformim të debatit në këtë çështje. Pse? Standardi bazik në një demokraci është që opozita, kur do që mundet, me rrezu pushtetin e rëcan. A kështu? Që opozita nuk kontribon asnjë herë me azgot pushtetit jetën asnjë ditë. A që ky standardi? Këtu përmbys standardi, ju pse dëni me quvenin zgjedhje. Qysh pse dëna me çu zgjedhje? Prej kur po opozita e definon vetveten nga fakti që kundër pushtetit. Definimi teorik i opozitës është që është kundër pushtetit. Na e pranum pak këtë lojë, unë e kam qenë pak, si me thonë, skeptik këtë punë që po shkojmë drejtim të asaj që ju po nas po të qojmë zgjedhje, do të thonë, e vërtet është që nas po të qojmë zgjedhje. Ai po çon zgjedhje, sepse ai ka fitu 51%, jo 100%. Me 51% do i keni 100% pushtetit. Si çdo popullist tjetër, fiton 51% do të ketë populli me mua. Jo krejt, janë 49 tjerë që mendojnë ndryshe. Dhe na këto do të më shpjegoj gjatë fushatës mendojnë që na nuk kena rol më ja vazhdu. Po megjithatë na e patëm treguar një vullnet me zgjedh president. Ky hop mundsinë e pat, vjosa Osmanin e ke pas presidentin nëse kish dashur. Nëse kish dashur në Yemen ja kishim propozuar na, jo politikë, më thoj propozim. Ky ka pas mundësi me zgjedh president. Na e kemi ul standardin çka është opozitë. Edhe unë për shembull e kisha pas problem nëse Albin Kurti kish pranuar emrin e që kish propozuar PDK-ja, çish më qendru PDK-ja në opozitë. Për mua për shembull si individ, po si parti s'kam probleme arsyetu që na ja vazhdojmë jetën atina. Aja s'këto nuk e dashti, po mendoj që njerëzit duhet më ja shpjegoj këto. Na kemi bën diçka që se bën asnjë opozit. Unë po ta them këtu, unë kum po Bedri Hamzën tu përpjek me i thon president Kosovës me një përpjekje që si ka taku me e bon. Për te detyrimit ty, pse bën ti ton këtë përpjekje, do më je opozit. Mirë që e ka bon. Është ai shërben këtij vendi na herë. Po publiku do të më ja shpjegoj. Absolutisht, edhe unë e dëgjova asdi, po e keni dëgjuar edhe ju, domethënë ish kryeministrin Kurti që tha krejt takime që kanë ndodhur për president, ai komunicuan, asnjëherë s'u kanë thirrë ata. Ai mendoj që është përgjithësi e opozitës kjo. Është çasi përmbysje, që këto nuk po bëhen pa hiri mendoj. Se janë disa për shembull përmbysje të rëndit gjërave në gjuhë që po vendosen publik kur nuk po ka reagim, ajo pastaj po mbetet si e vërtetë. Për shembull na çtash përveç sa fal veç atë gjë. Përveç saj, sot që dash është kriju një përshtypje sikur vota për partinë me mas shumë të vota, ta se për kryetar kuvend president e kështu me radhë, duhet mu bo edhe pa marrëveshje politike. Kështë pa menduar, çysh ka vot pa marrëveshje politike, nuk ka as për president as për kryetar kuvend, për kurrëz. S'ka vot pa marrëveshje politike. E marrëveshja politike çysh bëhet varet për palëve që janë marrëveshje, le të mirë bash çysh dojnë. Po vetëm ti mu se ma ki bash kërkush nëse ka veç. Do të gruda për ju e konvrejt edhe të disa të PDK-s që nuk e shprehni këtë një lloj inferioriteti karshi i pushtetit, pavarësisht numrave.
po një pjesë e madhe e PDK-s, edhe si parti politike, si strukturë, ta krijon përshtypjen e një lloj faji për gjëra që nuk i takojnë. Si me thonë, njihen pak si nërmarre. Ja bën një akuzë Albin Kurti, cëla të qoftë kjo, nuk mbrohen. PDK-ja ka qenë në vazhdimsi pak në defanziv. Ata sulmë ju mbrojo, ose mos u mbroj fare. Rasti fundit, incidenti në Skënderaj. Më thonë, nuk po jeni shumë për para, po thjesht po e ndisni Albin Kurtin në sanimin e probleme që i shkakton ai. Pse keni bërë një gjatë të tillë? Pse nuk jeni pak ma aktiv, pak ma tashpër në argumente? Për me koni sinqert, bebi, unë e pranoj që kur pushteti fiton 2 herë 50%, e krijon një lloj inferioriteti të opozitës, është pushtet shumë i madh. Nuk ndodh që nuk ndodh Vestena, ndodh gjithkohon 50% do kaq shumë, edhe do kaq si një farë fajsimi automatik i opozitës se çu u kriju. 90 vjet Sali Berisha nuk punon. Nuk po them unë, veç po shpjegoj si fenomen, edhe po duhet ta konfirmua ato që thati, që krijon ajo një farë lloj inferioriteti. Po mendoj që na si parti e kemi ruajtur çat ekuilibrin. Nuk kemi, ju thash, nuk kemi bashkëpunuar asnjë ditë me VV-n, as nuk kemi nënshtruar standardeve morale të vetëvendosjes. Unë mendoj që prej kësaj dalim veç kur flasim hapur. Dhe çka po do të thonë me këtë? Që në qeveritë e PDK-s, unë jam njëri që kom përsërit shpesh, dhe mendoj që ka nevojë me përsërit, me ditë njerëzit që për një më po e them. Në qeveritë e PDK-s ka pas gabime, ka pas korrupsion, ka pas projekte që s'kan qenë duhuna. Por ka pas shumë punë të vlefshme. Edhe punë të vlefshme peshojnë shumë ma shumë sa gabimet. Dhe s'ka mujt me ka ndryshe një shoqëni e re, sa po ndërtume, ti ja keni spej logos shtetit me marru e flamurit e kështë, normal që po në gabime. Po projekte ka ndodhë, zhvillim ka ndodhë. Nëse i merë projektet 7 vjetë kryeministrit Thaçi, edhe i vendos në gati 7 vjetë për i bon kë, dhe po thonë, Kosova dhe të ishte një vend komplet tjetër. Edhe në thonë, shumë e thjesht, se buxheti ju nuk ndahet për kërkim shkencor dhe për me shku në hapësirë. 2 autostrada, nëse kishim bo 2 Albin Kurti, shkon tjetër. Rrugë, shkolla, rrogat, raporte ndërkombëtare që na kanë në lërsojmë, po na kanë marrë në 2009 1,5 miliardë për konferencës donatorëve. Çfarë sa kanë kushtuar 2 autostradat? Kush t'i jep parë një qeverie sot si kjo? S'ta pret kush ta kemi me dhon parë këtu. Për i marr parë dhe do të më pas një barbesimi, një partneriteti këtu ndodha. Kështu që mendoj që e para që du të me bosh me fol me njerëzit sinqerisht. Na nuk premtojmë mrekulli, na premtojmë u përsërit, për definojmë me një fjali. Krejt veprat e mira që kemi bo. Që janë shumë, që numrohen. Së është e pabesueshme që unë muj me numru 20 projekte tashim Thaçit sot, a biret e cilin dush ministër thuj, i merret goja, nuk mund me të thonë 10 për të sodit. Unë me thonë, i ka bo 2 autostrada, i ka bo 1.000 kilometra asfalt, i ka bo rrogat 100% i ka rrit. E ka bo tjetrën, shkollën, ajo, universiteti, kjo, plot projekte tjera, këta smujmë. Çka premtojmë na me i përsërit veprat e mira, edhe PDK-ja ditën që vjen pushtet, du të me ardhë. Ma e mirë se ditën kur ka shku. Sepse shoqënia sot ka nevoja tjera. Nuk kryjmë punë e njëjta platformë, për atëherë menoj që ka qenë mrekulli, unë më rrok trishtinjme me mendu që Albin Kurti me pa marrë qeverin në 2009, nëse në 2012. Qështë do të ishim sot? Po e marrë veç një element, për shembull, kur liberalizimi i vizave ka ndodhur gjatë qeverisë të Albin Kurtit. Edhe po ta thonë media thash Albin Kurtin, a janë një këtë merit në pyetjen e gazetar. Thash që Albin Kurtin do të më thonë faleminderit që pe lejon me ndodh liberalizimi i vizave. Se lejoj kë, pa të blloku vendin. Cilat janë 3 domet që ja ka shkaktuar këtij vendi zoti Kurti? Që në një farë forme duhet kohë gjatë për të riparu. E para, mendoj është përqamja e shoqënisë, që na pethoj, na unë po du me thonë për herë të parë të ju, se s'u ka rënë me thonë, që na pethoj na veç kështu përqamja ajo, helmi. Është shumë ma thellë se që mendojna. Unë personalisht marr mesazhe private, fymjet më të ulta të mundshme për një deklaratë politike. Fymjet më të ulta për familjen, për mu, për gjithçka tjetër. Edhe ty të thojnë me Serbi, sigurisht. Do më thonë, për familjen, për çdo lloj akuze. Ndërkohë, ose nuk dojnë me ditë që je djalin i dëshmori. Edhe vllau jam ka qenë ushtari i UÇK-s, 23 vjeç,
edhe kom thonë disa herë, na i kemi pasur në familjen tonë, edhe me Asharin disa herë, se baba ka qenë me të në shkollë mesme, e ka qenë në ushtri bashkë, e Hamzën e. Nuk i kam përdorë këto, s'po du me i po, veç po du me tregu që ka qenë, do më thonë, fymjet që shkojnë, do më tilloj, ndodhe dhe në rrugë, talë shë një fjallë për që ati, pasni. Me që to, që kjo shëshni, ka mu përballë një moment, edhe ja ka nisë mu përballë. Mundet me kërsit që atje një grosht, që të një grosht, një që ato, dikur ka me kërsit pak ma shumë. Kjo është një mekanizëm propagandistik i marum prej vetëvendosis që mu më gjallë shumë trishtim, se më do këtë metod e sigurimit shtetit, paltosja, fymja e se cilit, i cili një moment del edhe prej kontroles durve të VV-s, që po të avon një ras Mitrovic, që shëmtia me e madhe. Glauku e përdori termin frizer për Vjosa Osmanin. Edhe reagoj, e tha një pseudo gazetar, tha ma ka bo një pyetje, një djallë ato ishë. E do ke me kameraj. Edhe tha pseudo gazetar, njeri tha që s'dinte me artikulu. E fyuva ato. A di qa shkrujtja në koment? Jo, me fy ato, me na fy njeve gazetarve, ndërkohë ai zotnia, për informacion, ka qenë i arrestuar për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme që ja ka bërë Adriatik Elmendit edhe Klan Kosovës. I njëjti person. Jo, a di qa shëmtia, VB? Glauku pe i thot në status pseudo gazetar, njëri që s'di me artikulu, që më ka qitë në kurth, a di qa i shkru në koment në Facebook? Respekt. Respekt dhe të kërkoj falje. Qa kë shqiptar që kërkon falje edhe kur ti e fyn? Kur u maru kë, po më do këtë sikur ajo e njeri u tri socialist në komunizm. Që marot një lloj njeri që ti e fyn, po veç pse jeti i partisë i pëlqen ai thot faleminderit. E fyn aktivistin e PDK-s, po zonjë më thon faleminderit. Gati e kanë mërri në autokritik, do me thonë me qurshësin. Është ajo modeli njeriu tri socialist, si kanë thonë komunistat. Dame tjera? Njeriu. Kjo e para për çama. E dyta që mendoj është që është domi thelbësor, është që e kanë prish standardin e qeverisjes. Çka quhet qeverisje e mirë sot është shumë fluide, njerëzit nuk e kanë të qartë. Edhe kjo na e bën të pamundur neve që përpiqemi me sjell një standard tjetër qeverisjes me orientu. Sot ty duken ministrat e korruptum të qeverive të kalume e ngjojnë raport me këta. Se ti thu, nuk po du me aludu në asnjë emër. Thu, edhe s'po përmeni projekte që mos më do që po aludoj. Ti thu, okay, ky nuk ka korruptum, po e kryj ke punën. Ky është edhe korruptum, mos ta kryjnë punën. Ti ki grupin WhatsApp, ku drejtori i keku t'i çonte dosjet e tenderave, ato Albin Kurti është, i thu, more, kjo s'është ajni, se kjo ka pos, veç me këshyr me javon kompanisë më të mirë. More, s'lejohet, hiq me qenë grup WhatsAppit, dosjet e tenderit. Kështë e ka prish standardin edhe tash, njerëzit e korruptum të kalumes, sot janë gjendje me të thonë ty, unë jam ka më i mirë. E ti të është me zjedhë mes ati edhe këti. Jo, mërë, jo, shëshnia, zëtë me zjedhë mes ati edhe këti. Për një standard tjetër. Edhe mendoj që këto janë dy damet kryesore, dami i tretë është dami ekonomik. Kena pagu kostot jashtëzakonshme ekonomike për këto 6 vjet. Për shembull, po e marr fondet e BE-s. Janë blloku rreth 500 milionë euro për 3 vjet. Kur është bllokuar, thanë që është blloku. Po nuk kemë më parë të njëjta ato si para 3 vjetëve. Po e marr rrugën e 13. VB. Rruga 13, Visari bjen që tu ka rrit rruga 8% nëse e shpërndon të bëhet rruga. A është kështu? Tu ka rrit 8%. Na po thojmë rrisim 50% edhe njerëzit s'pyedo këtë kur gjë. Ndërkohë që tu ka rrit rruga 8%, veç në prill norma e inflacionit ka qenë 7%. Që do të thotë efektivisht rruga tu ka rrit 1%. Do të thonë janë prish krejt parametrat e buxhetit. Lejëve ta them edhe diçka për buxhetin, për ekonominë. Çka kanë dhënë kuvend Kosovës dhe i kam thonë ministrit financës. Unë jam ekonomist, po me çaq domodin s'kish nevojë për një uri. Çka kanë dhënë me buxhetin e këtij viti, që është katastrofë. E ka pru zgjatjet buxhetore. Tha, s'po më pru buxhet, tha vetë zgjatjet buxhetore, tha pe ministri financa. Okej, u miratua, jo, i tha, se tha duhet kohë me përgatit një buxhet mirë. Ja miratu më zgjatjet buxhetore. E pruni masanej buxhetin, edhe dul ministri vet, tha, nuk ka buxheti, tha më i mirë, tha s'kum pos kohë me bogati. Po ti më të them, votone zgjatit të bëj buxhetin gati. Thon, ministri vet e deklaron që ai s'është buxhet. Këtu u prish struktura e buxhetit. Edhe një të fundit që po e them e kom diskutuar me ekonomist. Kosova sot ka më shumë parë se që mund harxhon. Se u prish kapaciteti zbatues i shtetit. Nuk mundet me kry rrugën përpej. Nuk ka shans me kalu Dolcin me dal Anena e me kry rrugën. Nuk ka shans me kry për Mitrovic.
As për PDI-u. As për PDI-u. Për Gjelan mo. S'kan, do s'ko ka. Na e kena miratu veç këtë legislaturë be, çto të shkurtën, a e dini? 1 miliard euro marrëveshje ndërkombëtare. Ato veç kanë më të sill se s'ka mundësi me u zbatu projektet. Njerëzit do të më ditë që shteti nuk është në mungesë të parë, është mungesë të njerëzve që zbatojnë, krejt çka bëhet është, më thon merrni kanë 100 euro. Domethënë edhe masani me ta çuni mesazh si studentëve më thon me respekt Albin Kurti merri ti komçu 100 euro, thotë që bën zjarr për xhepit, dhe sa ai do më thon ti dha shune, ti dha shune. Ti dha shune. Me rregullu rrugën për pej duket si shteti. Ai don më duk si individi që të jel shon 100 euro në llogari. Që të kthen në fillim të bisedës tek populizmi në raport me sundimin e ligjit. Sepse ajo kolegu jam Arben Mustafa e tha mirë që ti jep 100 euro studentëve dhe studentit që ka bëhen milioner, dhe studentit që është me asistent sociale. Qysh mundesh ti mi marr 100 euro taksa tona e mi adhon një studentit të një milioneri që ai han drek atu. Si dal, besoj se i dalin. Që tash me dal pak prej kësaj se mua çapo më duket e rëndësishme në këto zgjedhje ose në këtë fushat, që është shumë, si me thonë, shumë e duhur për garën politike, është kur ti e bje pushtetin që e mi anis me ragu ka shi që ka pëthu ti. Për një kohë gjatë, Albin Kurti e ka dominu, edhe vetëvendosja, ka dominu, dhe me thonë, edhe kur kemi qenë në opozit, vetëvendosja me pak deputet, për ka qenë si një farë kështu, e ka pas një farë dominancë të diskursit publik. Dhe për shkakun ka ngritë çështje vetëvendosja, janë përgjigjë tjerë, është reagu kështu me radhë. Kur ka ardhur pushtet, po ashtu e ka pas situatë shumë të fuqishme. Pra e ka diktu për çka flitet në Kosovë. Këtë radhë, unë e shoh që në shumë raste ata po bin në pozicionin e arsyetimit, përgjigjes. Pavarësisht ç'është e bojnë ata, s'ka lidhje. Domethënë, për sa kohë që ti shtim pushtetin që ai mu marr me ty, me reagu ka shi çka fit pëthu, është shumë e rëndësishme. Në që drejtim unë mendoj që çto unë po e shoh një fitore të vogël të partive opozitare. S'po them vetëm PDK-s, edhe LDK-s. Do kjo është fitore, nëse ti ja ke nis me diktu për çka flitet, ja ke nis me i bot temat. Nëse partitë opozitare arrin që fushata më u drejtu sipas temave të tyre, është fitore në vetë. Absolutisht. Vetë është. A keni mërri në këtë pikë? Unë besoj që po, unë pajtova me visarin që pushteti është tash në defanziv, tu arsyetu, jo kemi dash me bë këto, jo kemi dash këto, jo është projekti jonë më i mirë, jo nuk është, jo se se për shembull kanë ndërtu 3-4 versione për Vjosa Osmani, për shembull, që ka qenë mangat për. Ju ndetyruam një herë me thon, edhe ti pyet një deputet e VV-s në studio, i pyet ke dje kolegu jam për LDK-s, i thë ke një deputet të VV-s në një studio tjetër. A keni dashur ju me zgjedhje Vjosa Osmani, atë ke nuk është me rëndësi dëshira. Edhe çunë një element visar. Të gjithë imitojnë Albin Kurtin në tonën të folun. Eritimi më i madh se në komunizëm, partitë kanë pasur diskursin e njëjtë. Shoku Enveru thon, ajo kjo, do të thonë diskursi i njëjtë. Me gërdi e madhe, me një ka imitojnë edhe në ton Albin Kurtin. Që është retorika e njëjtë që përsëritet. Edhe mendoj që na çto do të më vazhdu, me fol me njerëzit, me i kallzu për akuzat që dëna me apo pushtetit, edhe mendoj që fronti opozitar tash është më i gjerë, e para jemi diversifiku, nuk jemi na dhe pushteti, jemi na, është AK-ja, është LDK-ja, kështu që ka ofertë për qytetarë të lloj-llojshme edhe opozita shumë e ndryshme. AK-ja ka elektorat shumë në Dugaxhin, edhe ka një njeri duhur me në kryet garës. LDK-ja ka një audiencë tjetër, na e kemi tjetër. Këtë zgjedhje, më thonë me fjalin. Këtë zgjedhje që me ditë njerëzit, nuk ka thjesht me nrru pushtetin, është me nalë Kosovën mos më bë autoritare. Mos më bë makes. Mos më bë autoritare, besoj. Se për fëmijë më nuk diskutohet. Asnjë regjim, asnjë regjim autoritar nuk u vendos që më çuni më gjatë me thonë për sot ditën e autoritarizëm. Ç'është shkon kjo punë? Kjo gradualisht shkon. Edhe Enver Hoxha ç'është ka marrë 45-ën. Ç'është e ka marrë? Ju trishtu njerëz kur kanë po njërin që ku ka shkuar në Paris se kanë përjashtu për universitetit se ka qenë i padijshëm që po udhëheq vendin çat formë. Me që ka që kishim për sot një bisedë pak më e gjatë se zakonisht me zotin Gruda. Zotin Gruda e gjenin me numrin 4 në listën e Partisë Demokratike të Kosovës. Bëni krahasim mes tij dhe juristëve të pushtetit, pastaj vendosni. Mirupafshim.